Përshëndetje miq të kanalit tim në YouTube. Unë jam Albert Vaja dhe sot kam ardhur në qytetin e Belshit. Atëherë pranë meje kam Rigels Plaka, i cili është përgjegjës kulture në bashkinë e Belshit. Atëherë Rigels, çfarë mund të më thuash për turizmin në Belsh? Çfarë gjen një turist në Belsh? Pse duhet vi një turist në Belsh? Atëherë Albert, unë të falenderoj që ti ke ardhur në qytetin tim, qytetin e Belshit. Çka duhet të them unë për turizmin? Turizmi në Belsh ka qenë pothuajse zero. Në fillimet para 5-6 viteve këtu ka qenë, besoj nuk e di nëse ka ardhur ndonjëherë në Belsh, këtu ka pas ndërtesa pafund që e bllokonin, domethënë pamjen e qytetit. Vjen në Belsh edhe nuk shikoje ku ishte liçeni. Ndërkohë sot ne kemi një pedonale të jashtëzakonshme, kemi dhe një pedonale tjetër për ecje të banorëve ku mund të shplodhen, mund të bëjnë vrap, mund të kemi rrugë për bicikleta, për motorcikleta me bateri dhe kështu Belshi gradualisht mbas ndryshimit të qendrës filloi që të vi turist nga Shqipëria. Le të themi që 90% të turistëve në Belsh janë turist nga Shqipëria. Një numër të saktë për sa turist vinë në Belsh, ne nuk është se kemi, domethënë, nuk është se kemi të prera me laps, por sipas studimeve që Bashkia e Belshit ka bërë, në Belsh kemi pasur dhe 3.000 deri në 5.000 turist në ditë. Aktualisht sezoni i vjetshëm ka qenë korona, po për them par vjet, ne kemi pas një numër turistësh prej 5.000, 6.000 në muaj dhe kemi pasur rreth 50.000, 60.000 turist vjetor. Dhe ky numër vazhdon edhe rritet. A ka aktualisht akomodim për këta turistë të cilët duhet të qëndrojnë një fundjavë në Belsh? Atëherë, për sa i përket akomodimit në qytetin e Belshit, kjo ka qenë një nga vështirësitë më të mëdha. Ne kemi në liçenin e Seferanit 3-4 bujtina që po ndërtohen tani, 3 janë të ndërtuara dhe një që është në ndërtim e sipër, dhe këto bujtina nuk plotësojnë kushtet për të mbajtur gjithë këtë numër të madh turistësh që vinë në Belsh. Aktualisht jemi duke ndërtuar një hotel privat, është duke ndërtuar një hotel privat, i cili do të pres dhe ai një numër të konsiderueshëm turistësh ditor, javor, sepse duhet të thënë që Belshi është një sezon turistik vjetor. Pra nuk është se Belshi është vetëm në verë, apo Belshi është dhe në verë dhe në dimër, në Belsh vinë turist në të gjitha stinat e vitit. Zakonisht vinë fundjavë apo edhe gjatë javës? Atëherë zakonisht vinë në fundjavë. Kemi dhe gjatë javës turist, po vinë dhe fundjavë. Po dua të ndalem pak tek hotelet, për sa i përket hoteleve. Sepse hotelet në Belsh, pavarësisht se po ndërtohen edhe këto që unë thash, prap janë të pamjaftueshme për të mbajtur këtë numër turistësh. Le të them që, duke qenë se Belshi ka 60.000 turistë në vit. Ky numër është në rritje e sipër. Pra, duke marrë një zhvillim zona, merr dhe një rritje e numrit turistësh më të madh. Pra, ne duhet, mendoj unë, që bizneset private të vinë në Belsh, të investojnë në Belsh, me bujtina, me hoteleri, me shtëpi prej druri, që janë jashtëzakonshme dhe që i përshtaten kësaj zone, kësaj bukurie të rrallë. Vetëm aty do të themi që kemi një akomodim për sa i përket turistëve që vinë në Belsh. Aktualisht kjo është në rrugë sipër. Është duke u ndërtuar. Bujtinat të cilat po ndërtohen kur ndodhen, sa larg nga qendra e Belshit? Atëherë, Bashkia e Belshit në bashkëpunim me Fondin Shqiptar të Zhvillimit po ndërton një kompleks bujtinash në liçenin e Marinzës. Ju besoj se mund të kaloni ende dhe mund të shikoni se sa bukur ka dalë. Aty do kemi 10 bujtina të jashtëzakonshme prej druri, një lokal, parqe, pemë, pafund, domethënë do jetë një bukuri natyrore jashtëzakonshme. Atëherë, ku mund të akomodohet sa persona? Atëherë, për sa i përket tek një nga bujtinat do jetë tek një nga bujtinat mund të akomodohen rreth 4-5 persona. Jo më shumë, besoj, vetëm nëse janë familje e madhe që mund të rinë aty, por një fillim i mirë, duhet të themi, për vizitorët të cilët vinë për të qëndruar një fundjavë. Përveç kësaj. Ky është dhe një mesazh që ne japim bizneseve
të reja që duhet vinë në zonën e Belshit dhe të investojnë në këtë sektor. Pra, në ka një të ardhmë Belshi e ka prej turizmit. Ka 84 liçene. 84 liçene, më thuaj një vend në Europë që i ka. Edhe ka që të bukur dhe 4 stinët. Turistët që ne kemi, i kemi nga Tirana, nga Maqedonia kemi, por të Kosovës po fillojnë tani ta mësojnë si qytet. Dhe mendoj unë që për turistët kosovar, Belshi duhet jetë një destinacion turistik. Edhe duhet vinë me patjetër që ta vizitojnë. Diçka si njohës i mirë i zonës, ose si mund të them saktë, si njohës i mirë edhe i historisë deri diku, duke parë edhe dokumentarin cilin ne kemi parë para disa kohësh. Nëse mund të thuash diçka shkurtimisht edhe për historinë. Në kohën e Enver Hoxhës këtu kanë qenë vend internimi. Kemi burgun e Kosovës ku kanë qenë të internuar shumë. Kemi edhe një pjesë kur është folur për Belshin për të bërë kryeqytet i Shqipërisë. Atëherë Sami Frashëri, që ne kemi dhe bust, e kemi vendosur për nder të Samiut, sepse ishte i pari që propozoi Belshin si kryeqytet të Shqipërisë. Ai propozoi Belshin sepse askund, mund të them shumë rrallë, ti sheh një bukuri të tillë. Pra, shiko se çfarë qetësie kanë këta liçene. Janë të bukur, janë të qetë, ti vjen vetë dhe filmon Belsh. Edhe sa po më the kur po filmonim me dron pak më parë, që kudo që ta kthej dronin, shoh diçka dhe gjetëm një liçen tjetër, që se kishim parë asnjëherë që ishte këtu afër. Aq shumë liçene janë. Pra, do të thotë që ata turistë që vinë në Belsh, nuk është se vinë këtu dhe pan Belshin vetëm me këtë liçen, dhe pan dhe ja 2-3 tjerë dhe Belshi ka përfunduar. Këtu duhet vish çdo javë, çdo muaj, ku di unë, duhet vish gjithmonë që të mësosh sa më shumë gjëra për Belshin. Atëherë, përveç këtyre gjërave që unë sapo fola, Bashkia e Belshit organizon dhe festa lokale tradicionale. Pra, le të themi kemi rikthyer festën e balonave. Kemi festën e Afërditës, që do realizohet në javën e parë të qershorit. Festa e Afërditës është një festë që është rikthyer, ku banorët e zonës, le të themi, shekuj më parë, i luteshin për herëndeshës Afërdit në liçenin e Seferanit. Aty është gjetë dhe busti i Afërditës. Dhe për nder të Afërditës, ne bëjmë këtë festë, ku shkojmë tek liçeni i Seferanit, hedhim terakota, bëjmë ritualet, recitojmë në nder të Afërditës, pastaj vim në darkë këtu dhe kemi mis Afërditën, e cila zgjidhet bukuroshja më e bukur e mbrëmjes, që i përgjan më shumë Afërditës. Dhe përveç këtyre kemi dhe festivalin Liçenet e Dumres, i cili organizohet në shtator, ku vinë grupe artistike kulturore nga të gjitha trevat shqipfolse. Dhe pra, kjo është diçka e bukur që unë dua ta cek, sepse duke i lidh Maqedoninë, Malin e Zi, Kosovën, duke i përmbledh të gjitha këto në Belsh, përveç se vinë në Belsh dhe shohim bukuritë e kësaj zone, siç e thash, kemi një lidhje patriotike. Kjo bën edhe përveç festës, siç e thash, kjo bën dhe atë lidhjen ton si kom. Pra, kemi dhe festa të tjera që i organizojmë në Belsh, që mund s'po i cek sepse do zgjateshim shumë, por që këto janë si kryesore, le të them. Atëherë, miqtë e mi, ky ishte materiali cilin kisha përgatitur me mikun tim Irgersin. E falenderoj shumë Irgersin. Irgers, shumë falenderit. Do të rishihemi sërish në video të tjera, sepse turizmi ka nevojë të pasqyrohet siç është. Edhe ti je një njohës i mirë i zonës, ndaj edhe unë të kontaktova aty, kështu që të falenderoj shumë. Ndërkohë, miqtë e mi, mund të ndiqni videon e plot në vazhdim.